Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salatu wa tamu taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ba'd. Falënderimet dhe lavdërimet e sinqerta i takojnë të madhit Allah xhalla shanu. Përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra, xhamatli të nderuar, ju që jeni prezent këtu në xhaminë e Sebahut dhe gjithë ju vëllezër dhe motra që na ndiqni përmes rrjeteve sociale, fillimisht më lejoni që t'ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Lusë Allahun e madhrishëm që agjerimin që e kemi bërë, inshallah të na e pranon deri në këtë kohë të Ramazanit, pra këto ditë që kemi kaluar, dhe inshallah na mundsoje që edhe ditët në vazhdim që na kanë ngelur, inshallah t'i kalojmë me adhurim, me ibadet dhe të dalim fitimtar. Fakt, pra të përfitojmë sa më tepër që mundemi prej muajit të bekuar Ramazan. Kur jemi të përfitimi prej muajit Ramazan, vëllezër dhe motra, normalisht se Allahu xhalla shanuhu asgjë nuk na obligon për të na randuar neve dhe për mos të na shpërblier neve. Asgjë. Por çdo gjë e bën që të jetë në kufi të mundësive tona për të realizuar, dhe tjetra është pra se për atë që ne e realizojmë, e bëjmë, Allahu na shpërblen. Do të thotë, ai na ka obligu për të mirën tonë dhe ai na shpërblen përsëri. Kjo është mirësia e Allahut. Dhe shpërblimi nuk është një vepër, një sevap. Jo, shpërblimi është 1 me 10, disa herë edhe shumë ma tepër bile, edhe shumë fishuar, jo vetëm 1 me 10, po edhe shumë fishuar. Në një ajet kuranor flet për 1 me 700 për sadakan, lëmoshën, po edhe shumë ma tepër. Do të thotë edhe ajo nuk është limiti, fundi, kufiri, edhe shumë ma tepër. Në këtë rast, pra, edhe në Ramazan, Allahu i madhrishëm ne ka obliguar neve agjerimin dhe pastaj ai përsëri neve na shpërblen dhe na jep përfitime, mundësi që ne të përfitojmë pra prej muajit të bekuar Ramazan. Prej përfitimeve, vëllezër të nderuar, që ne kemi në Ramazan, është edhe ajo që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, le khulufu femi saimi atyabu inda Allahi min rihil misk. Era e gojës së agjëruesit te Allahu është më e këndshme, më e mirë se sa era e miskut. Se parfumin e që e përdorim tash, çfarë do qofte parfum? Pse këtë e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kjo vëllezër të nderuar, nga se kur njeriu agjeron, normalisht se nga goja ka një erë jo të këndshme i vjen, për shkak se ti nuk ha. Edhe lukthi, pra i tret ato ushqime që i ka pastaj më nuk ka çka tretë faktikisht, edhe e nxjerr ato helmet të cilat janë në trup që i tret. Dhe pikërisht kjo erë është rezultat i asaj. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na rehaton edhe na thot se shikoni, kjo që ju e konsideroni erë të keqe, te Allahu xhalla shanu nuk është ashtu. Te Allahu xhalla shanu thot është më e këndshme se era e miskut. Do të thot Allahu i madhrishëm kështu e shpërblen atë që ju e bani. Dhe kështu va konsideron juve. Por atë ajo pra është erë e mirë, jo se Allahu xhalla shanu ka nevojë për erë të mirë. Jo, po na tregon neve pra, qëllimi është tu simbolik, na tregon neve se o njerëz, Allahu xhalla shanu nuk u vlerëson juve mbas erës së gojës tuaj që del, po te Allahu xhalla shanu kjo vlerësohet edhe më e këndshme se sa era e miskut. Do të thotë një përfitim i jashtëzakonshëm që Allahu xhalla shanu thotë se kjo erë e Ramazanliut është më e këndshme se sa era e miskut. E tash vëllezër të nderuar, ky është ai përfitimi që ne marrim kuptim të shpërblimit, sevapeve dhe
lavdërimi që na jep Allahu xhaleshanu, se era e gojës tuaj kur agjeroni, te unë është më e këndshme se sa era e misut. Mirë po, a është ky fundi i shpërblimit? Jo, në këtë hadith, këtu pra kemi, ky hadith në fakt përmban edhe një përfitim shëndetësor për njeriu. Shëndetësor. Pse? Shikoni, tamam, kështu ta marrësh, për nga aspekti jashtëm, duket se vjen një erë e keqe ka goja, jo e këndshme të themi, kur agjeron. Mirë po, nëse pyet, pse është ajo erë ashtu? Pse? Ka një filozofi të madhe këtu. Ka faktikisht një dobi të madhe. Ajo erë që të vjen nga goja, do të thotë që është erë jo e këndshme. Ajo është rezultat i djegjes së helmeve në trupin tonë që ndodhen në Ramazan, kur agjeron. Por atë pra, ajo është era e helmeve që digjen se nëse tretet ushqimi, jashtë gojës vjen era e ati ushqimi që e ke ngrënë pra. Mirë po, kur ma nuk ka e ke kry punë, ai ushqimi çka e ke konsumu në syfir, deri në një kohë, është tretur, e tash pas asaj mo digjen helmet të cilat janë pra në trupin e njeriu. Dhe kjo është e mirë për njeriu. Pra, ajo era, jo e këndshme që vjen nga goja, është në fakt e dobishme për trupin, sepse digjen helmet edhe gjërat e tepërta që janë brenda në trupin e njeriu. Pra, këtu kemi të bëjmë me një dobi shëndetësore për njeriu, si rezultat i asaj erës së keqe. Pra, në fakt, era e keqe është rezultat i djegjes së helmeve që ka njeriu në trupin e vet. Por atë edhe thuhet se, edhe vërtetojnë edhe shkencetarët se agjerimi realisht ka edhe dobi shëndetësore për trupin e njeriu. Dhe, jo vetëm ne, në fakt, si musliman që ne e bëjmë me nijet, ne e bëjmë për hir të Allahut, ka edhe instruksione mjekësore disa herë për njerëzit tjerë që përmes agjerimit, ndoshta jo në këtë formë ne si agjerojmë, po e ka për qëllimin abstenimin nga ushqimi. Pra, si terapi e kanë, abstenon nga ushqimi, thonë, nëse do që trupi jot të jetë ma i shëndosh. Kur nuk ka çka të blujen brenda, çka të trete, atër fillon t'i djek pra ato helmet, ato çka ka në brenda trupin e vet, dhe ajo është ajo era e keqe në fakt pra që del gjatë Ramazanit. Krahas aspektit shëndetësor, krahas aspektit të shpërblimit që e marrin ne te Allahu xhaleshanu, ne kemi edhe këtë dobi pra, se agjerimi ndikon edhe në djegjen e disa gjërave brenda në trupin e njeriut, që realisht ka nevojë trupi i njeriut që ato të digjen. Pra edhe në aspektin shëndetësor. E këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shpresë mos u mërzisni se te Allahu xhaleshanuhu era e gojës së agjerosit është më e këndshme se sa era e misit. Normalisht pra, shpeshher edhe na kam pyetur, veçanërisht ata të cilët punojnë në për zyra e kështu me radhë në për institucione publike, thonë se ne agjerojmë, nuk diskutohet ta prishim, po si rezultat i punës tonë, a është e lejuar dhëmbët t'i lajnë pra brend kur jemi në Ramazan, në kohë të agjerimit, para se me shku në punë, ose edhe gjatë qëndrimit atje në punë, se megjithatë do të thotë kur i lanë dhëmbët, sa do kudo ajo ndihmon në këtë drejtim, se kemi të bëjmë me njerëz, kupton? Larja e dhëmbëve nuk e dëmton as pak agjerimin. Pra, pa problem, mund t'i lajsh dhëmbët në Ramazan, vetëm se duhet të jesh i kujdesshëm, mos gëlltitish ujë. Atë jo vetëm dhëmbët kur i lanë, atë duhet të jesh i kujdesshëm edhe abdesti kur merr. Kuptoni pra? Kur merr abdest, ti ani se merr abdest. Tash ti duhet të jesh i kujdesshëm se nëse ujin e gëlltit tu marr abdest. Kuptoni? Ti agjerimin e prish, se nuk e bën atë nga haresa, atë e bën nga jo vëmendja. Pra ti e di se është Ramazan, e di se agjeron, e di se nuk bën, e tash nga pa vëmendja, o telefonit bie dhe tu marr abdest, prit ta shoh kush
më thiri edhe ujtin gojë dhe shkoj ujtë të poshtë. Në këtë rast duhet agjerimin ta përsëritish aty. Kjo për dallim, nëse e bën nga haresa, për shembull, ti ke haru se është Ramazan, për shembull jem cu ora 9, aty në zire, pish diçka edhe shkon në merr botën edhe e ngre, edhe tu kujtu mandaj se është Ramazan. Kjo nuk ta prish agjerimin. Pse? Se kët e ke bën nga haresa. Ndërkaq, kur nuk e bën nga haresa, po e bën nga jo vëmendja, për shembull duke marr abdes, edhe i gëltit ujë, ti e di tamam se është Ramazan krejt, atëherë agjerimin duhet ta përsërisësh. Në rastin e parë, haresa është hares, haron njeriu. Atin edhe Zoti e pranon atë. Edhe pejgamberi sa ka thënë, o Zot, mos na kyj mëkat atë që e bëjmë nga haresa. Me thonë, haresa bëhet një gjë e tillë. Mirë, po atë që e bën nga jo vëmendja, e për atë pra duhet atë ditë ta përsërisësh. Edhe të çështja e larjes dhëmbëve pra në Ramazan që e përmendëm, për shkak të erës që u përmend, pa problem mund t'i lash dhëmbët pra në Ramazan, por tham edhe me duhet të kesh kujdes që mos gëlltitish ujë. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk kanë qenë këto brushat që i përdorim ne sot, mirë po ka qenë ajo që quhet misfak. Toni, bile misfaku normalisht ka lëshuar ato substancat e veta në dhëmbët e njeriut, por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka konsideruar pastrimin e gojës edhe dhëmbëve pra me misfak, nuk e ka konsideruar si prishje të agjerimit. Me këtë ne e bëjmë krahasim, apo e bëjmë analogji, edhe çka e bëjmë analogji pra edhe larjen e dhëmbëve me këto mjetet bashkohore. Ata të cilët nuk kanë nevojë të tillë, pra nuk janë në një punë shtetërore kështu me radhë, nuk kanë kontakte drejt për drejta me njerëz, atyre mund të sugjerojnë që ju përqen pra edhe më të sigurt në këtë kuptim pra që mos gëlltit një ujë, mund t'i lani dhëmbët në syfir. Mund t'i lani dhëmbët në syfir edhe pastaj përsëri në iftar. Por edhe ki nëse thot, po unë dua t'i laj, mund t'i lash pa problem. Edhe për ju nuk është ndaluar. Do të thotë në përgjithësi, larja e dhëmbëve pra nuk e prish agjerimin, edhe kjo duhet të jetë e njohur për ne të gjithë. E gjithë këtë pra e përmendëm dhe të nderuar në lidhje me atë se ajo era e keqe që e pakëndshme kështu të themi, që vjen prej gojës së Ramazanit, pra te Allahu xhaleshanuhu është ma e këndshme se sa era e miskut, dhe ajo ka edhe dobi shëndetësore për njeriu, dhe në të njëjtën kohë tham pra se edhe ata të cilët janë në punë ku kanë kontakt me njerëz, nuk është ndaluar që këtë pra të përdorin edhe larjen e dhëmbëve si një formë për t'i ikur ndoshta shumë asaj erës, veçanërisht në kohën e punës. Për ndryshe, çdo gjë që besimtari e bën pra në Ramazan, prej punëve të mira, te Allahu xhaleshanuhu shpërblehet shumë më tepër dhe të nderuar. Edhe namazi në Ramazan, edhe zeqati në Ramazan, edhe sadakaja në Ramazan, edhe të gjitha punët tjera. Për atë pra, inshallah të mundohemi maksimalisht që shka në muajin e bekuar Ramazan ti shfrytëzojmë këto benefite që na ka dhënë Allahu xhaleshanuhu dhe të përdorim sa më tepër forcën tonë që na ka dhënë Allahu xhaleshanuhu për punë të mira, veçanërisht në muajin e bekuar Ramazan. Dhe këto punë të mira nuk ndalen vetëm në një gjë, janë të shumta. Shikoni, është me rëndësi edhe leximi i Kuranit, po ashtu se muaji Ramazan është muaji i Kuranit. Po ata vëllezër dhe motra që nuk dinë të lexojnë Kuranin në arabisht, ata është mirë edhe ta dëgjojnë Kuranin. Bile ta lexojnë edhe në gjuhën shqipe, përkthimin është shumë mirë. Pse? E kupton se qëllimi këtu vlerësohet shumë lart, ti don ta dish se çka përmban fjala Allahu xhaleshanuhu. Pra, muaji Ramazan është edhe muaji i përndritjes, si thon, iluminizmit, pse? I mësimit. Se në Ramazan zbriti libri, zbriti fjala ikre, lexo, pra zbriti dituria. Dhe ne duhet ta shndrojmë muajin e bekuar Ramazan në muaj të diturisë, të dijes dhe të zgjerimit të